Zoti Velia, për mendimin tim, në rast se do të kishte punuar më bukur nga aspekti mediatik, ka punuar shumë keq. Në aspektin juridik, mirë pjesërisht, po vazhdon edhe po ecë më mirë. Por në aspektin njëjë ndërkombëtare, zoti Veliaj do ishte shumë mirë, pra do të ishte jashtë burgut. Unë uroj që zoti Veliaj, me rastin e gjykatës së lartë, të dalë nga burgu dhe të jetë rrezik real për zotin Rama. Por zoti Veliaj nga burgu do të jetë rrezik i kufizuar i Ramës. Pra, të jemi realist, për ata që duan zotin Veliaj në burg, unë jam kundër, sepse zoti Veliaj është një armik i fort kundër zotit Rama. Se burgu ndaj zotit Veliaj nuk ishte burgu penal, është burg politik. Dhe mënyra se si Spaku arrin dhe bën një punë dhe një metodë politike dhe partjake në interes të Partisë Socialiste, unë nuk shpif, fakti konkret 83 mandate, ajo raporti famshëm që bëjmë mbledhje dhe shkojnë në për aksione, në për qarqe, që banda të mblidhen në momentin kur vinë dhe kur të vazhdojnë punën dhe aksionin kur ik Spaku. Ky është një mashtrim. Pra do të thotë që Spaku ka fut në burg, unë e them për socialistët që besojnë që Spaku punon për drejtësinë. Spaku nuk është drejtësia. Drejtësia është gjykata. Spaku është vegla e pushtetit ekzekutiv. Pra do të thotë që krimet e rënda kanë qenë gjithmonë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Spaku është gjithmonë dhe në vazhdimsi të pushtetit ekzekutiv. Pra do të thotë që arrestimin ndaj zotit Veliaj ka ardhur si një porosi dhe një nevojë ekstreme për të mos rrezikuar karrieren e zotit Rama edhe në këto zgjedhje dhe para këtyre zgjedhjeve. Pra arrestimi i zotit Veliaj ishte një rrezik për zotin Rama, por dalja nga burgu zotit Veliaj do të kanoset një rrezik shumë i madh ndaj zotit Rama. Unë uroj që gjykata e lartë, gjykata dhe kolegji i partisë, plepa 2, të nxjerrin zotin Veliaj nga burgu. Kjo nuk është një apel politik, se mendimi im për zotin Veliaj dihet, unë nuk jam si ata që ndryshojnë mendimin politik, sa si fryn era apo si fryn era tjetër. Por ana juridike unë e them, Spaku ka qenë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Dhe më bën një pyetje të rrezikshme, po ja bëj vetes. Edhe sikur Rama të shkojë dhe të merret në pyetjet e Spaku, a mendoni ju se Rama mund të arrestohet si kryetar i pushtetit ekzekutiv? Jo. Po a mendoni ju se Rama mund të ftohet për dëshmi që të kënaqë grupet e brendshme udhërit edhe gjatë, s'ka mundësi. Po jo, është lavazhi, është PR-i. Ne i ftojmë të gjithë se s'pyesi për ata. E kur mund të ftohet e Rama në Spak? Kur mund merret në pyetje se ai ka thënë që të guxoj Spaku që të marr telefonin tim? Shiko, kjo do të vi, dëgjoj. Kjo vjen si PR. E ma men kur takonin këta me ambasadorën për të bërë lojën e famshme, ne po punojmë, po bëjmë nami, bëjmë foto, çak fa, fu, kështu gjëra budalliqe. E mori dhe e kapi ky 83 tani. Tani ky mund t'i thot, çuna, tani është momenti të më thrisni mua. E kuptove kur thritet. Kur ai thot, çuna, tani më thrisni, të vi t'ju flas. Se telefonin nuk ma morët. Bravo Spaku! Bravo, arritët gjën më të madhe e sotët e mverim përsëri në vendin e duhur. Spaku, roft Spaku për Partinë Socialiste, po mos harro, Hitleri, duhet të them edhe këtë që mos ta harrojmë, mos ma shkëput lidhe. Hitleri në 1933 mos harrojmë, u fut me zgjedhje. Pastaj injoronte si institucionet gjitha këto. Po kur erdhi momenti që Hitleri duhet të fillonte të mblidhte, pastronte të gjithë vetit, po të gjithë, përkthyes, spiuna, ushtar, edhe po mblidhte, i pastronte. Pse? Sepse po të flishin ata kundër këtij, ky do të hante më keq. Prandaj thoshte, në vetë
pra duke u vetë mblodhur dhe duke u mbledhur edhe më shumë, vrasin. Pra do të thotë, këto prezervativa që ndihmon Ramën me 83 mandate, Rama është sigurt që do t'i vrasi politikisht. Pra, shiko modelin Hitler, do të shikosh Hitleri vriste të vetit, nuk vriste për te vetes. Sepse ai që e ke për teje, pra që vërtet kundër teje, s'ka më çfarë rreziku t'japi ty. Po ai që ke rreth vetes dhe të hersh nga mis deri në darkë, dhe kur të kthehet ty fillon, ky është problemi. Edhe i kërkojnë ndjes ata të cilët kanë probleme fjalin kështu, por është një natyrë shqiptare kjo, edhe keni pranuar edhe nga Edi Rama, se ju ka thënë çfarë ju ka thënë Edi Rama, edhe ju keni probleme me kapakun. Se me tenxherën se kishte, por me kapakun e keni problem. Prandaj është e vërtet, pra këtu kuptohet që nuk flas për popullin tonë në gjërësi, e kupton? Unë flas me një pjesë të vogël që jetojnë në varfërinë e ignorancës. Nuk flas për gjithë popullin shqiptar. Dhe unë kam një vlerësim tjetër për popullin shqiptar në tërësi. Populli jon din të vlerësoj, por ngatrohet te disa rrugica kombëtare, ndërkombëtare dhe bëhet çorap gjatë rrugës. Po unë them për ata të cilët përdoren nga pushteti që kapaku do t'i zej. Për ata do t'i zej, sepse politika ka tjetër natyrë dhe tjera gjëra. Po gjithsesi, tu jemi do t'i themi. Të mbetemi sërish te Edi Rama, i cili në 34 vjetorin e Partisë Socialiste deklaroi që kur të mos shihni Gramozo Ruçi në oborrin e Partisë Socialiste, atëherë nuk do të jem edhe unë. A është ky një lajmërim se do të largohet nga Partia Socialiste dhe nga jeta politike shumë shpejt Edi Rama? Ishte një mesazh shumë i bukur, mua më pëlqeu të jem realist, sepse unë mendoj tek aksidentet, sepse njeriu kur vdes nuk vdes me paralajmërim, po vdes aksidentalisht. Pra do të thotë prezencën e tij në oborrin e Partisë Socialiste. Jo largimin e tij nga Partia Socialiste dhe duke vepruar spaku, duke fut në burg. Këtë nuk na e tha, por na tha aksidentin. Pra, të gjithë njerëzit duhet të kuptojnë që aksidenti më i madh është kur vdes. Unë kështu e kuptoj. Pra, kur drita fiket dhe nuk ka më dritë tjetër. Që do të thotë, Zoti Rama thotë, vdiq nesër Gramozi, vdiq edhe Edi Rama nesër, unë kështu e kuptoj. Është gjallë Gramozi dhe te oborri i PS-s, është edhe Rama tek PS-ja. Po mirë atëherë, të bëj një pyetje unë tani ty, po unë prap do përgjigjem. Po e më mend që Rama vendoste gjithmonë Pandeli Majkon çdo herë dhe thoshte kur Pandeliu unë do vdesë dhe Pandeliu do jetë, do ju thotë juve, tani u mor me Gramozin. Po pse e zhduki Pandeliun? Pra i thoshte diçka Gramozit. Gramoz, çfarë po bën atje në atë qytet? Më aman edhe ti. Prandaj them, derisa Zoti Rama besoka tek aksidentet, tani ne do shikojmë, jeton Zoti Gramoz? Po, edhe Rama është aty. Larg qoftë, them mirë. Po hajde se njerëz janë gjithë, vdes Zoti Gramoz, e atëherë do vdesë edhe politikisht Zoti Rama. Unë kështu e kuptova. Po gjithmonë duke uruar shëndet Zotit Gramozit dhe për Ramën e paft Zoti, ose më i lënë Zotit meritat.